Tani, po të kaloj linjën. Tani fillon loja. Qa po përgatit tani këtu me këto rushi? Qëro rushi? Ky është ai rushi që kishim në kabanozë, që sa më të ruajmë për ca kohë, dhe ja tek e kemi. Ujë, shtoj një mas sheqeri dhe kokrat, shko. Do ta bëjmë recel. Pakës fare sa i ngacmoj. Sa i ngacmoj pakës. Pa tjetër, që më duhet t'i shtoj një sekonde kundërta. Ja. Sepse dhe luga e tillë, ja. Hop. Pra duan delikates, jo kap. Po se shtypen ato kokrat e rushit. Të shplaj pak duart. Nga sheqeri të shërbetosura, të sheqerosura, që shtuna dhe djela të jetë sa me ëmbël, që të hënën të vinë sërish kështu. Po, pa tjetër që po. Si është ajo kënga, mori molla me shërbet, sot është rushi, ja. Hop, nuk vendosim luk druri, absolutisht. Sheqerin do t'i vendos, se kam recel, diku për 2 kg rush të 800 gram. Nëse doni më pak, shkoni 600 gram. Dhe pastaj që të mos qullet receli të qëndroj kokra, ja tek e Shtoni kemi. limon tost ose limon. Po. Për t'i dhënë një shije më ekstra, ja të kthej kokën pak kështu si me lezet, e gjithë trupi me lezet. Edhe me Kokën me lezet, edhe. gjithë trupin. Që të kemi një shije më ekstra, ne mund të vendosim kanel ose vanilje më ekstra. Përse, për i vendos kanelën. Ja pa të shijen e dur dhe në momentin që fillon dhe masa bëhet pak ngjitse, do të thotë që hiqeni. I largoj të gjitha. Pra do ta lëmë me zjarr të ngadalt apo jo? Zjarr për sa minuta? Diku te 30-35 minuta.